تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia I takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe I shprehim lavdi, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe prej Tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, I cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, Ti je I lartësuar dhe I pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar Ti, në të vërtetë Ti je gjithdituri I urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na e përmirësoj gjendjen tonë të tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin dhe shpjegimin e këtij libri të rëndësishëm dhe madhështor me titullin Ad-Durusul Muhimma li 'Ammatil Ummah, pra mësime të rëndësishme për masat e përgjithshme të umetit, nga autori dietari kolosal Imam Sheikh Abdulaziz ibn Abdullah ibn Baz, I cili ka vdekur në vitin 1420 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë, të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, të gjallët dhe të vdekurit. Jemi te mësimi 16 që flet për një temë të ngjashme me temën e kaluar, dhe ajo është at-ta'addubu bil adabil islamiyya. Do thot sjellja dhe etika islame. Do thot zbukurimi I njeriut me këtë etikë që e dallon nga të tjerët. Do të thonë, folëm për moralin islam dhe morali është temë tjetër, kurse etika do thotë janë disa sjellje dhe disa rregulla të sjelljes që janë veçori të muslimanit dhe që e dallojnë, do të thonë, nga të tjerët. Kuptohet se sheriati ynë, kjo fe e madhrishme të cilën Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka zbritur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, padyshim është fe e plot e përsosur dhe gjithashtu e ka etikën e përsosur. Dhe në etikën e saj, do të thënë, që buron nga akidja, nga besimi, që buron nga rregullat e adhurimit, që buron nga gjendja e muslimanit që është, do të thënë, në vetdijen e tij se është rob I Allahut dhe I shpreh robëri dhe nënshtrim Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nga morali I lartë islam, do të thënë, buron kjo etikë dhe sjellje që është sjellja më e përsosur dhe I rregullon, ose është etika më e përsosur, do të thënë, që I rregullon sjelljet dhe marrëdhëniet mes njerëzve, si është sjellja e njeriut me vetveten ose ndaj vetvetes, sjellja ndaj prindërve, sjellja ndaj fëmijëve, do të thënë edhe sjelljet dhe etikat gjatë shitblerjes, po ashtu sjellja e mësuesit me nxënësit e tij dhe sjellja e nxënësve me mësuesin e tyre. Gjithashtu sjellje etika duke dalë, duke hyrë në shtëpi, në xhami, në treg, duke hipur në mjetin e udhëtimit, gjatë udhëtimit. E kështu me radhë, do të thënë, në secilën çështje, Islami na ka caktuar etika të cilat duhet t'i përmbahemi, të cilave duhet t'u përmbahemi dhe t'i respektojmë dhe t'i praktikojmë, që ta tregojmë, do të thënë, se kjo fe është që e rregullon jetën tonë në secilin detaj, edhe në secilën porë të jetës. Do të thënë, në çdo gjë hecim sipas ligjit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thënë, edhe në çështjet që mund t'i duken njerëzve nga çështjet më të imta.
Për këtë shkak, këtu, siç e dim, pasi libri është për t'i mësuar muslimanët në përgjithësi, edhe është libër shumë i përshtatshëm për ta mësuar muslimanin e ri, do të thënë që ta njohë Islamin, atë që i nevojitet me do e mos, është edhe kjo pjesë që ka të bëjë me etikën dhe sjelljen. Ka thonë at-ta'addubu bil adabil islamiyya, do të thonë stolisja ose zbukurimi ose sjellja me etik islame. Wa minha, prej këtyre etikave është as-salam, do të thonë përshëndetja me selam, al-bashasha, që do thotë buzëqeshja e fytyrës, wal aklu bil yamini wash-shurbu biha, wat-tasmiyatu 'inda al-ibtida, wal-hamdu 'inda al-faragh, ngrënia me dorën e djathtë dhe pirja me dorën e djathtë, thënia bismillah, do thotë përmendja e emrit Allahut në fillim të ngrënies dhe pirjes, dhe alhamdulillah në fund. Walhamdu ba'da al-utas, edhe alhamdulillah pas të shtitjes, wa tashmitu al-atis idha hamida Allah, edhe ti thuhet, do të thënë, lutja për atë që të shtin, nëse ai thot alhamdulillah, wa iyadatu al-marid, edhe vizita e të smurit, wa ittiba'u al-janaizi lis-salati wad-dafn, dhe ndjekja e xhenazës ose përcjellja e xhenazës për t'ia falur namazin dhe për t'a varrosur, wal adabu ash-shar'iyyatu 'inda dukhuli al-masjid aw al-manzil aw al-khuruj minhuma, gjithashtu etikat islame shariatike për hyrje në xhami dhe për dalje prej xhamisë, si dhe për hyrje dhe për dalje prej shtëpisë. Wa 'inda as-safar, do të thënë edhe etika e udhëtimit. Wa ma'al walidayni wal aqaribi wal jiran wal kibari was sigar, do thot gjithashtu etika ndaj prindërve, ndaj të afërmve, ndaj fëmijëve, etika me të mëdhenjt, me të vegjëlit, wa tahniyatu bil maulud, edhe urimi, do të thon edhe lutja për fëmijën që i lind dikujt, wa tabriku biz zawaj, edhe bekimi, do të thon lutja për bekim për atë që martohet, wa ta'ziyatu fil musab, edhe ngushëllimi në ndonjë sprov, wa ghayri dhalika min al adab al islamiyati fil labsi wal khul'i wal inti'al. Gjithashtu edhe etika të tjera islame, të cilat i mësojmë nga Kurani dhe Suneti, edhe për shembull edhe prej tjerave është etika e veshjes së rrobave, heqjes së rrobave, veshjes ose mbathjes së këpucëve e kështu me radhë, do të thënë për gjitha këto ka etika të caktuara, do thotë kjo është mënyra ose rregullat e sjelljes. Edhe shumë prej njerëzve, do thotë ata që nuk e duan Islamin, edhe duan të gjejnë mënyrë për ta sulmuar, përmendin se këta hoxhallar të përzihen në secilën çështje. Do të thënë përzihen edhe në çështje private e kështu me radhë, dhe kjo nuk është e vërtetë. Do të thënë askush nuk përzihet, mësuesi është për ta mësuar njeriu. Hoxha është për ta mësuar muslimanin si është etika e Islamit. Edhe kjo nuk është e çuditshme, do të thënë secila ideologji më thon, edhe fet, secila ka etikë të sjelljes. Edhe të gjithë i kushtojnë rëndësi shumë të madhe. Do të thënë e dini, do të thënë si flasin për rregullat e bontonit e kështu me radhë, do të thënë që i kushtojnë shumë rëndësi. Por etika islame është etika e përsosur, edhe etika e dobishme. Do thotë prej atyre që i bën njeriu prej rregullave të sjelljes dhe etikës, ka dobi njeriu vet, ka dobi shoqëria, do të thënë përfiton edhe në jetën e dunjas, edhe përfiton për ahiret. Do të thënë prandaj është, do thot nga zilia e njerëzve ndaj muslimanëve që e kanë këtë fe të përsosur, edhe mundohen ta sulmojnë për sosmërinë. Edhe mundohen, do të thënë dihet se edhe në kohën e hershme i ka thonë një çifut sahabeve, i ka thonë a ju ka mësuar pejgamberi juaj çdo gjë, edhe për rregullat se si të pastroheni, do të thënë pas kryerjes nevojës. Ai ka thonë po, na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se cilën çështje, edhe si të pastrohemi pas kryerjes nevojës. Do të thënë kjo është prej përsosmërisë fesë,
edhe është prej krenarisë dhe mburrjes që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, nuk është diçka për cilën duhet të justifikohemi ose t'i kërkojmë falje dikujt, përkundrazi, etika islame është e përsosura, që i bën dobi muslimanit, tham në vetvete edhe shoqërisë në përgjithësi, dhe i bën dobi të tjerëve, jo muslimanëve. U bën dobi nëse muslimani është me të vërtetë që i përmbahet të gjitha atyre që thamë më herët, në besim, në ibadet, në moral, por edhe në sjellje dhe etikë. Çështjen e parë që e ka përmendur autori rahimahullah është selami. Do të thënë kjo është një prej rregullave të etikës me të cilat dallojnë muslimanët, që është përshëndetja me selam. Edhe është gjithashtu është çështje për të mburur, do të thënë nuk ka përshëndetje më të mirë dhe më të përkryer se sa përshëndetja me selam, sepse ajo është lutje për atë të cilin e takon, është lutje për ta, për çdo të mirë. Dhe kemi përmendur disa herë fjalën selam, që do të thonë shpëtim dhe mbrojtje. Si afia edhe selam është e ngjashme, që do të thonë shpëtim prej pasojave të mangësive që i ka njeriu, do të thonë që të shpëtoj nga dënimi i Allahut, të shpëtoj nga sprovat, edhe të shpëtoj nga dëmet, dhe të jetë i mbrojtur dhe në lumturi dhe mirëqenie. Kjo është, do thotë, lutje të cilin e bën njeriu për secilin që e takon. Edhe është përshëndetje e pejgamberëve dhe është përshëndetje e banorëve të xhenetit. Ka thënë dhe përshëndetja, do të thonë, duhet të jetë për secilin që e takon, e njeh ose nuk e njeh, edhe gjithashtu në veçanti në shtëpi me anëtarët e familjes. Do të thënë kur hyn njeriu i përshëndet anëtarët e familjes vet, gruan dhe fëmijët, edhe prindrit e kështu me radhë. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha." Do të thonë ju që keni besuar, mos hyni në shtëpi të tjera që nuk janë shtëpitë tuaja, pa kërkuar leje, pa u identifikuar me një fjalë, do të thonë me tregu kush është dhe për çka vjen, dhe pa i dhënë selam atyre. Do të thonë mos hyni në asnjë shtëpi pa u dhënë selam banorëve të asaj shtëpie. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu: "Fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum." Do të thonë kur të hyni në shtëpi, jepni selam veteve tuaja, që do të thonë familjes suaj, atyre antarëve të familjes që janë, do të thonë ajo që njeriu llogarit si vetja e vet. Fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba. Do thotë që është përshëndetje nga Allahu. Dhe sepse me këtë selam njeriu i lutet Allahut subhanahu wa taala, edhe kjo është përshëndetje e bekuar dhe e mirë, e pastër dhe e këndshme, e dobishme. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala ka thonë që të kthehet përshëndetja, ka thonë: "Wa idha huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Do të thonë kur të përshëndeteni me një përshëndetje, atëherë përshëndetni me më të mirë ose ktheheni njësoj. Do thotë që duhet ai pala tjetër, do të thonë të mundohet edhe më bukur ta kthej selamin. Është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ayyul islami khair?" Do të thonë cila pjesë e islamit është më e mira, ose çka është vepra më e mira e islamit? Ka thonë: "Tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man 'arafta wa ala man lam ta'rif." Do të thonë të japësh ushqim, të ndihmosh të varfërve dhe të japësh selam, edhe atyre që i njeh dhe atyre që nuk i njeh. Do të thonë ky është prej moralit të islamit, që secilin që e takon i jep selam, kurse kjo është një çështje që ka humbur në këtë kohë dhe është prej sjelljeve të këqija që njeriu i jep selam vetëm atij që e njeh. Edhe kjo është prej shenjave të kiametit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Inna min ashrati as-sa'a an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu 'alayhi illa lil-ma'rifa." Do të thonë prej shenjave të kiametit është kur njeriu i jep selam njeriu vetëm për shkak se e njeh, vetëm atë që e njeh. Do të thonë jo vetëm se është musliman, por u jep vetëm atyre që i njeh. Dhe përhapja e selamit
është shkak për shtimin e dashurisë mes muslimanëve dhe është shkak për të hyrë në xhenet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Do thotë nuk do të hyni në xhenet derisa të jeni besimtar, do të thonë të jeni me iman, dhe nuk e arrini shkallën e imanit përderisa nuk duheni mes veti. Edhe ka thonë, awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum, do të thonë, a doni t'ju tregoj për diçka që nëse e bëni do t'ju shtohet dashuria mes jush, afshu salama bainakum, do të thonë shpërndani selamin mes jush. Dhe fjala e parë që e kanë dëgjuar sahabët nga disa prej sahabëve nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka ardhur në Medinë, cila ka qenë, ka thonë eyyuhan nas afshu salam. Do të thonë njerëz, shpërndajeni selamin. Pra përdoreni më shumë përshëndetjen me selam dhe ka vazhduar wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham, do të thonë jepni ushqim, pra jepni lëmosha të varfërve dhe mbani fort lidhjet familjare, wasallu bil-lejli wan-nasu niyam, edhe faluni natën kur njerëzit flenë, tadkhulu jannata rabbikum bisalam, do të hyni në xhenetin e Zotit tuaj me selam. Ose si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra kjo është prej veprave më të mira edhe më të preferuara. Dhe kurse kthimi i selamit është obligim. Pra si e përmendëm ajetin, ka thënë Allahu, kur të përshëndeteni me një përshëndetje, ktheheni më mirë ose ktheheni njësoj. Do të thonë përshëndeteni me përshëndetje më të mirë ose ktheheni njësoj. Edhe ky kthimi më i mirë kanë përmendur dietarët ose me shtim të fjalëve. Pra nëse dikush thotë selamu aleikum, i shton, i thua wa aleikum assalamu wa rahmatullah, ose wa barakatuhu. Ose, do të thonë, ky shtim i fjalëve, ose është shtim i veprave, ose shtim i buzëqeshjes, vjen dikush dhe jep selam me një buzëqeshje të vogël, do të thonë ja kthen me fjalë të njëjta, për shembull ai ka thënë assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ja kthen me fjalë të njëjta, por me buzëqeshje më të mirë, me hapje të krave kështu me radhë, me mirëseardhje, me shprehje të mirëseardhjes. Do të thonë këto janë forma të kthimit më të mirë të përshëndetjes. Dhe gjithashtu prej etikave është që më i vogli t'i jap selam më të madhit, edhe ai që është duke ecur i jep selam atij që është duke ndetur, ai që vjen, do të thonë i jep selam atyre që janë prezent, dhe ai që është hipur në mjetin e udhëtimit i jep selam atij që është duke ecur në këmbë, grupi më i vogël i jep selam një grupi më të madh, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi, do të thonë ai që është hipur në mjet të udhëtimit i jep selam atij që është duke ecur, wal mashi 'ala al-qa'id, kurse ai që ec i jep selam atij që është ulur, wal qalilu 'ala al-kathir, edhe numri më i vogël i jep atyre që janë më shumë, dhe po ashtu ka thënë i vogli i jep selam më të madhit. Kështu do thotë kjo është etika në lidhje me përshëndetjen. Tjetër prej etikës islame është ajo që quhet arabisht el-bashasha, do të thonë fytyrë e hapur. Do të thonë që njeriu të jetë me fytyrë të hapur dhe të këndshme në takimin me njerëz të tjerë. Dhe kjo është pjesë e moralit të modestisë. Do të thonë ne jemi urdhëruar me këtë moral që të jemi modest dhe jo me ndjemdhenj. Dhe pjesë e këtij moralit është kjo etikë e sjelljes që duket, do të thonë buzëqeshja dhe fytyra, do të thonë e pastër dhe e bukur, do të thonë në takim me njerëzit. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, "Wakhfid janahaka lil mu'minin", do të thonë bëhu modest, pra uli krahët për besimtarët, bëhu modest para besimtarëve. Dhe gjithashtu fjalët e mira, fjalët e këndshme janë prej etikës islame. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Do të thonë mos e nënçmoni asnjë bamirësi. Asgjë prej veprave të mira, pa marrë parasysh sa është e vogël, mos e nënçmoni. Edhe qoftë që ta takosh vllajën tënd me fytyrë të buzëqeshur, au biwajhin talq, do të thonë me fytyrë të
shëndritur ose të lumtur, domethënë me këtë kuptim. Pra, do thot njeriu duhet ta di se nuk ka mundësi që të gjithë njerëzve t'u jap prej pasurisë së tij. Domethënë nuk mundet që secilit t'i jap sadakat, secilit t'i jap dhurat, secilit domethënë t'i ndihmoj fizikisht, financiarisht ose fizikisht, nuk ka mundësi të gjithëve. Mirë po, më e pakta që nuk duhet ta pengoj njeriu është fjala e mirë, edhe buzëqeshja e mirë, edhe takimi, domethënë me fytyrë të shëndritur. Dhe ky njeri që është në këtë formë, i mirë, i këndshëm, i lehtë, i dashur, është haram për zjarrin e xhehenemit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ela ukhbirukum biman yahrumu 'ala an-nar, au biman tahrumu 'alayhi an-nar." Ka thënë, a doni t'ju tregoj kush është i ndaluar për xhehenemin, ose kujt i ndalohet xhehenemi? Ka thënë, "Ala kulli qaribin hayyinin sahl." Do të thënë secilit njeri që është i afërt, i lehtë dhe i këndshëm. Do thotë kjo është që është larg prej zjarrit të xhehenemit. Dhe do të thënë përgjithësi, ky është morali i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe sjellja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka qenë i butë, dhe kjo është prej mëshirës së Allahut. Do të thënë kjo është shenjë se Allahu e ka mëshiruar atë njeri. Ka thënë Allahu, "Fa bima rahmetin min Allahi linta lahum." Do të thënë për shkak të mëshirës së Allahut ti ishe i butë ndaj tyre. "Walau kunta faddan ghalidha al-qalbi lam faddu min hawlik." Por sigur të kishe qenë i vrazhd dhe me zemër të ashpër, do të ishin larguar ata prej teje. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjala e mirë është sadaka, el-kalimatu tayyiba sadaka. Edhe ka thënë buzëqeshja në fytyrën e vllajt është sadaka e kështu me radhë. Prandaj ka thënë Xherir ibn Abdillah radhiyallahu anhu, thotë që kur e kam pranuar Islamin, nuk e kam takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam përveç se më ka buzëqeshur. Domethënë secilën herë që e ka parë, i ka buzëqeshur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është edhe prej shumë sahabeve të tjerë, duke e pasur parasysh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë i ngarkuar me brengat e njerëzimit. Do të thënë se ka dikush mund të arsyetohet se thot nuk e dini ju çfarë brenga kam në shtëpi e kështu me radhë. Ato brengat tona janë turp të përmenden, do të thënë në krahasim me brengat që i ka pasur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i ka bartur brengat e shumë, do të thënë i ka bartur brengat e umetit, brengat tona. Edhe ka qenë i brengosur gjithashtu për umetin dhe për gjithë njerëzimin. Edhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "La'allaka bakhi'un nafsaka 'ala atharihim." Do të thënë, pra ti do ta shkatrosh veten për të mirën e tyre, do të thënë për që të udhëzohen ata. Ka qenë shumë i kujdesshëm, edhe shumë i brengosur për udhëzimin e njerëzve. Megjithatë, edhe ka pas sulme dhe me fjalë, me vepra, me luftra, ja kanë vrarë sahabët, do të thënë shokët më të dashur, i kanë vdekur fëmijët e tij, etj. Do të thënë pa marrë parasysh çfarë gjendje ka qenë, ka thonë çdo herë kur më ka taku, ka buzëqeshur. Do thotë kjo nuk e ka penguar, nuk është justifikim, nuk janë justifikim rrethanat, por morali dhe gjendja e zemrës së njerëzit. Prej etikës islame tjetër që e ka përmendur autori është wal aklu bil yamini wash shurbu biha. Do të thënë ngrënia dhe pirja me dorën e djathtë. Kjo është prej etikës që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka qenë edhe te pejgamberët të tjerë. Në përgjithësi, ajo gjë që është e mirë dhe në të cilën ka nderim, do të thënë, fillohet me dorën e djathtë. Dhe ka thënë, do thotë e kanë përshkruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se gjithmonë e ka pëlqyer anën e djathtë në pastrim, në krehje, në veshje, në mbathjen e kputzëve, do të thënë, dhe në të gjitha çështjet që janë për të mirë, thotë i ka dhënë përparësi anës djathtë. Po ashtu edhe kur Ummu Atiyya radhiyallahu anha e ka larë
bijën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Zainabën, do të thonë xhenazën ja ka la, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ibda'na bi mayaminiha. Do të thonë filloni gjithmonë me të djathtën, pra në pastrim. Dhe ngrënia me dorën e majt është haram, është ndaluar në Islam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idha shariba falyashrab bi yaminihi. Do thot kur të haj dikush le të haj me dorën e djathtë, kur të pi le të pi me dorën e djathtë. Fa inna ash-shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Sepse shejtani ha dhe pi me dorën e majt. Dhe pasi është vepër që e bën shejtani, ne e kemi të ndaluar të përngjajmë veprimeve të shejtanit. Do thot në përgjithësi e kemi të ndaluar të përngjasojmë me veprat dhe sjelljet tona me ato krijesa që janë të ulta ose krijesat që janë mosbesimtar dhe të rebeluar kundër Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë ndalohet përngjasimi me mosbesimtarët, ndalohet përngjasimi me kafshët, gjithashtu në sjellje, në veprime, dhe padyshim se ndalohet përngjasimi me shejtanin e mallkum. Dhe thot Seleme ibn al-Akwa radhiyallahu anhu, thot se një njeri ka qenë duke ngrënë me dorën e majt. I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kul bi yaminik, do të thënë ha me të djathtën. Ai ka thënë nuk mundem. Edhe kjo ka qenë me mendimadhësi dhe refuzim të urdhrit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lasta ta'ta, do të thënë mos mundsh. Dhe ka thënë nuk e ka ngritur më dorën e djathtë. Do të thënë i është tha dora e djathtë, edhe kjo është prej do thot lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që pranohen me një herë. Dhe ky hadith tregon se lejohet lutja kundër atij që i refuzon rregullat e shariatit, do të thënë dhe nuk do t'i pranoj. Do të thënë ka mundësi dikush thot nuk kam mundësi, nuk mundem, thot me të vërtetë kur nuk ka mundësi. Por kur mundet dhe refuzon nga mospërfillja ose nga mendjemadhësia, atëherë, do të thënë lejohet lutja kundër tij. Po ashtu, kjo tregon se është shumë ndaluar ngrënia me dorën e majt, ky hadith, dhe gjithashtu tregon se duhet të mësohet. Ai që është duke ngrënë, pa më parasysh, është më plak ose më i ri, edhe sidomos prindrit duhet të mësojnë fëmijët e tyre vazhdimisht që asnjëherë mos mësohen ta afrojnë ushqimin ose pijen te goja me dorën e majt. Pastaj gjithashtu prej etikës së ngrënies është at-tasmiyatu 'inda al-ibtida' wal hamdu 'inda al-faragh. Do thot thënia bismillah kur fillon me ushqim dhe thënia alhamdulillah kur mbaron. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. Do të thënë kur të haj dikush ushqim, le të thot bismillah me emrin e Allahut, fa in nasiya fi awwalihi, nëse harron në fillim, le të thot bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Le të thot bismillah nga fillimi deri në fund, kur t'i kujtohet më vonë. Qoftë edhe në fund të ushqimit, nëse i kujtohet se ka harruar të thot bismillah, e thot këtë. Do thot gjithmonë njeriu kur ha diçka ose kur pi, pa marrë parasysh, pi ujë, qumësht, mjalt, lang, do të thonë ose ilaçe, shurup, do të thonë ose çka do qoftë prej pijeve, duhet ta filloj me bismillah. Edhe ushqimi gjithashtu. Dhe ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Abi Salama, që ka qenë do të thonë djali i gruas së tij, dhe që është rritur në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe e ka mësuar, e ka edukuar, ka thënë ja gulam, o djalosh, o çun i vogël ose i mirë, pra thuaj bismillah, ha me dorën e djathtë dhe ha ushqimin që e ke para veti. Përndryshe nëse njeriu nuk e përmend emrin e Allahut kur e fillon ushqimin, atëherë ai ushqim nuk ka bereqet dhe nuk është i dobishëm as për trupin e njeriut dhe nuk do të jetë i mjaftueshëm, sepse bashkë me të merr pjesë shejtani. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur hyn njeriu në shtëpinë e tij dhe e përmend Allahun gjatë hyrjes,
atëherë shejtani thot, nuk keni gjatë hyrjes dhe gjatë ushqimit. Thot kur e përmend Allahun kur hyn në shtëpi dhe përmend Allahun kur e fillon ushqimin, thot shejtani shok vetvet, la mabita lakum wala asha. Domethënë nuk keni ku të bujni, domethënë ta kaloni natën sonte dhe nuk keni darkë. Ose nuk keni këtu. Domethënë nuk është vend për të qëndruar këtu dhe nuk keni darkë këtu. Dhe thot kur hyn në shtëpi dhe nuk e përmend Allahun kur hyn, atëherë thot shejtani adraktumul mabit. Domethënë gjetët vend për ta kaluar natën. Dhe kur nuk e përmend Allahun kur ha, atëherë thot adraktumul mabit wal asha. Do thotë e gjetët bujtinën, domethënë vendin për ta kaluar natën dhe e gjetët darkën. Është në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke ngrënë me shokët e tij, me 6 të tjerë prej sahabeve, dhe kuptohet se ata kanë thënë bismillah, mirëpo ka ardhur një prej beduinëve, edhe direkt ka hyrë te ushqimi pa thënë bismillah, dhe thot me 2 kafshata e ka mbaruar ushqimin. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, amma innahu law samma lakafakum. Domethënë, sigur të kishte thënë edhe ai bismillah, do të kishte mjaftuar ushqimi. Do të thotë se pra shejtani ha bashkë me atë njeri që e fillon ushqimin pa bismillah dhe ai ushqim nuk mjafton, edhe nuk është i bereqetshëm. Gjithashtu kur e përfundon, duhet ta falenderoj Allahun subhanahu wa taala kur largohet ushqimi ose kur çohet prej sofrës njeriu, duhet thot alhamdulillah. Dhe prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në përfundimin e ushqimit ka qenë alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Do të thonë lavdi Allahut që ma dha këtë ushqim, që më ushqeu me këtë ushqim dhe ma furnizoi atë pa forcën time, pa fuqinë time dhe pa mundin tim. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi, ghayra makfiyin wala muwaddi' wala mustaghnan anhu rabbana. Do thot, lavdi Allahut, lavdi të shumta, të mira, të pastra, të bekuara, dhe duke mos u treguar sikur u ngopëm dhe s'kemi nevojë më shumë, as duke ja thënë lam të mirën ushqimit, as duke qenë, domethënë si dhe me sigur si jemi nevojtar për të, o Zoti ynë. Domethënë, vazhdimisht e kërkojmë dhuntinë e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ka thënë Imam Ahmedi, rahimahullah, kur te ushqimi bëhen 4 çështje, atëherë ai është ushqim i përsosur. Kur fillohet me bismillah, dhe kur mbaron, thot njeriu alhamdulillah, dhe kur janë duart e shumta te ushqim, do të thonë sa më shumë njerëz të ftohen në ushqim, dhe gjithashtu që të jetë prej halalit. Do të thonë nëse i ka këto 4 cilësi, atëherë është ushqim i bereqetshëm dhe i mirë. Pra, do thot njeriu duhet, nëse ka ushqim, edhe nëse di ndonjë nevojtar, për shembull ta ftoj bashkë me të që të haj, ose i fton fqinjet ose shokët e kështu me radhë, do të thonë që të jenë sa më shumë njerëz që e hanë atë ushqim. Edhe po ashtu nga kjo kuptohet se më e mira është që njerëzit hanë bashkarisht dhe jo të ndahet ushqimi, edhe secili ta haj vetëm atë copën e vet ose pjatën e vet, por që të jenë njëkohësisht, do të thonë të zgjatin duart te ushqimi i njëjtë, e thonë me bismillah, thonë më në fund alhamdulillah, dhe ai është ushqim prej halalit, dhe janë kështu duart e shumta që zgjaten aty, atëherë ai është ushqim i bereqetshëm dhe i dobishëm. Po ashtu prej etikës është që njeriu mos e kritikojë ushqimin asnjëherë, edhe mos i gjej tmeta, edhe mos e komentojë, domethënë me fjalë të këqija, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si thot Abu Huraira radhiyallahu anhu, ma aba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk e ka kritikuar ushqimin, asnjëherë nuk i ka gjetur tmeta, domethënë ushqimit. In ishtahahu akalahu wa in karihu tarakahu. Domethënë nëse i ka pëlqyer e ka ngrënë, nëse nuk i ka pëlqyer e ka lënë. Domethënë edhe nuk ka thënë se
zban ose qenë ka kështu ose ashtu. Tjetër prej etikës islame është që njeriu të thotë elhamdulillah kur të shtin. Sepse të shtitja është prej paraqitjeve që i do Allahu subhanahu wa ta'ala. Kurse ajo që quhet në gjuhën shqipe goksim, do të thonë hapja e gojës, kur është njeriu kur duket sikur i lodhur ose kur i vjen gjumi, kur hapet goja, më saktësisht shqipi thuhet goksim asaj. Pra goksimën nuk e do Allahu dhe e do shejtani, kurse shejtani nuk e do të shtitjen. Prandaj njeriu e falenderon Allahun subhanahu wa taala kur e bën kur i vjen kjo, sepse vjen vetëm nga Allahu, nuk është diçka që e zgjedh ose e bën me dëshirën e tij. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha yuhibbul utas. Do të thënë Allahu e do të shtitjen. Wa yakrahu at-tatha'ub. Dhe e urren goksitjen ose goksimin, do të thënë hapjen e gojës në mënyrë jo të bukur, do të thënë ajo nuk është e këndshme për tu parë. Fa idha atasa ahadukum wa hamida Allaha kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamuka Allah. Do të thënë kur njeriu kur dikush të shtin dhe e falenderon Allahun, thot elhamdulillah. Atëherë secili musliman e ka obligim të thot yarhamuka Allah. Do të thënë Allahu të mëshiroft. Wa amma at-tatha'ub, kurse goksitja, ka thënë fa innama huwa min ash-shaytan. Ajo është prej shejtanit. Fa idha tatha'aba ahadukum, do të thënë nëse goksin dikush, atëherë le të mundohet ta mbyll sa më shumë. Do të thënë mos i dorëzohet kësaj goksitjes. Fa inna ahadakum idha tatha'aba dhahika minhu ash-shaytan. Do të thënë se kur dikush e hap gojen, do të thënë ashtu, atëherë shejtani qesh me ta, ka në këtë hadith edhe gjithashtu se shejtani hyn në ta. Do të thënë kur njeriu i hap nofullat, do thotë shejtani gjen rrugë për të depërtuar të njeriu. Kuptohet se shejtani edhe qarkullon në trupin e njeriu siç qarkullon gjaku, por kur njeriu e përmend Allahun edhe ecë sipas etikës islame, atëherë nuk ja mundson shejtanit që të jetë ta mbysundoj, ta ngadhnjej njeriu, edhe ta kontrolloj. Por nëse i braktis këto sunete, atëherë shejtani merr fuqi edhe e gjen vendin dhe pushtetin e tij te njeriu. Ka thënë gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah. Do të thënë kur të shtin dikush le të thot alhamdulillah. Walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamuka Allah. Dhe le të thot vllai i tij ose shoku i tij yarhamuka Allah. Wa idha qala lahu yarhamuka Allah falyaqul, do të thënë nëse i thot yarhamuka Allah, atëherë ai le të thot yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Do të thënë Allahu ju udhëzoft dhe pra të gjitha. E para elhamdulillah, lavdi Allahut. Ai që e dëgjon i thot Allahu të mëshiroft. Dhe ky që ka të shtir dhe i ka thonë vllai vet Allahu të mëshiroft, i thot Allahu të udhëzoft dhe ta përmirësoft gjendjen. Do të thënë kjo është etika që i afron njerëzit edhe shpreh dashuri dhe afërsi dhe lidhje të fuqishme. Do të thënë njëherë kam thënë disa prej dietarëve se të shtitja është nxjerrje e gazrave që nëse mblidhen, do të thënë e dëmtojnë trurin. Do të thënë është lirim edhe pastrim shumë i madh për trurin edhe për trupin në përgjithësi. Që nëse s'kishte qenë kjo të shtitja, nuk ka mundësi t'i heq në mënyrë tjetër ato gazra. Dhe ato nëse mblidhen, do të thënë, bëjnë dëm, edhe bëjnë sjellin smundje. Mirpo, si thot Ibn Qayyimi, kjo do të thënë kërkon falënderim, që njeriu ta falenderojë Allahun. Pastaj kjo të shtitja është tronditje e gjithë trupit, është dridhje për gjithë trupin. Edhe pastaj pas mbarimit të shtitjes, kur njeriu t'i mbeten gjymtyrët edhe organet e veta, do të thënë secili në vendin e vet, gjithashtu e falenderon Allahun subhanahu wa taala. Prandaj kur kur të shti njeriu, duhet t'i ketë parasysh këto dobi dhe kur thot elhamdulillah, ta ketë parasysh se çfarë dhuntie e madhe, do të thënë edhe me vetë të shtitjen edhe me
shpëtimin pas të shtitjes. Dhe kur dikush tjetër e sheh këtë gjendje, pra i thot, Yarhamukallah, do të thënë Allahu të mëshiroft, edhe të ruajt. Do të thënë mëshira e Allahut do thot shpëtim prej çdo të keqe edhe fitimi çdo të mire. Do të thënë që i fitofsh ato dobi prej të shtitjes dhe Allahu të ruajt nga dëmtimet edhe nga çdo e keqe. Se përndryshe e din shumë prej njerëzve kanë parasysh që kur të shtin, ju ka ndodhur disa njerëzve që ndonjë pjesë e trupit lëviz nga vendi, edhe del, ndonjë nyje ose diçka e tillë. Kjo ka ndodhur. Anën tjetër, nëse dikush ka një varr në trup, edhe e kupton se kur të shtin se çfarë do thotë ka vështirësi dhe peshë në të, do më thënë se ndikon në gjithë trupin, edhe për këtë shkak e falenderon Allahun, dhe ai që e dëgjon se është duke falenderuar Allahun, e bën këtë dua të bukur për ta, Allahu të mëshiroft, dhe ai i pari gjithashtu ja kthen lutjen me lutje, do më thënë dhe e kthen të mirën me të mirë, edhe thotë Allahu ju udhëzoft, dhe Allahu ju a përmirësoft gjendjen. Pra kjo është prej etikës islame, prej mirësive, që është, do të thënë, dhunti për njeriu në trupin e tij edhe për të tjerët. Pashtu prej etikës të shtitjes është që njeriu ta mbulojë fytyrën, edhe ta ulë zërin sa më shumë. Do të thënë, nuk është mirë që të bërtasë edhe ta ngrej zërin, edhe gjithashtu duhet ta mbulojë fytyrën. Kanë përmendur për mbulimin e fytyrës, e mbulon fytyrën me të dy duart ose me rrobën e tij. Edhe kanë përmendur se gjatë të shtitjes njeriu e bën, do të thënë bën grimasa që janë të shëmtuara. Edhe ato duhet t'i mbuloj, mos i paraqes para tjerëve. Dhe gjithashtu me nxjerrjen e këtyre gazrave, edhe do të thënë këtyre papastërtive nga trupi i tij, do të thënë mund ta dëmtojë dikën tjetër ose të bjerë diçka e papastër dhe fliqt në aty në vendin ku rrin ose i bie dikujt tjetër, dhe më thënë për këtë shkak duhet ta mbuloj fytyrën si të ketë mundësi, do të thënë me rrobë më mirë, por nëse jo, atëherë me duart e tij. Kur folëm për këtë hapjen e gojës, është prej veçorive të pejgamberëve që kjo nuk ju ka ndodhur. Goksimi ose goksitja nuk i ka ndodhur pejgamberëve, edhe nuk i ndodh asnjëherë, sepse ajo është prej shejtanit. Edhe është transmetuar në disa hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk i ka ndodhur, do të thonë, kjo hapja e gojës në namaz, ose ka në tjera transmetime që asnjëherë nuk i ka ndodhur, sepse kjo është prej shejtanit, kuptohet, dhe pejgamberët janë të mbrojtur nga kjo gjë. Tjetër prej etikës islame është vizita e të smurit. Vizita e të smurit kuptohet është prej veprave më të mira dhe tregon afërsi mes muslimanëve dhe tregon modesti, që njeriu, do të thënë, nuk i largohet dikujt kur dëgjon për gjendjen e tij të keqe, do të thënë nëse është smur, dhe ka njerëz nga mendjemadhësia ikin, ose nga dyshimet, nga mungesa e mbështetjes në Allahun subhanahu wa taala. Kurse muslimani e viziton të smurin, dhe kjo është prej veprave më të mira, se ka thonë Allahu subhanahu wa taala në hadith qudsi, se i thot ditën e gjykimit, i thot robit, jebne Adem, meridtu, felem te udni. Thot, o biri Ademit, unë smura dhe ti nuk më vizitove. A i thot, ja Rabb, kejfe a'uduke wa anta rabbul alamin. Më thënë, si të të vizitojnë ty, kur ti e Zoti i botëve. A i thot, ema alimta anna abdi fulanan merida falam ta'uduhu. Do të thënë, a nuk e di se robi im filani u smur dhe ti nuk e vizitove? Ema alimta annaka law udtahu lawajadtani indahu. A nuk e di që nëse e kishe vizituar, do të më kishe gjetur mua tek ai. Pra ky hadith përmendet kjo dhe kuptohet se Allahu subhanahu wa taala nuk smuret. Edhe ajo është e qartë, por është përmendur këtu, është shpjeguar kjo
smundje, ka thënë u smura dhe ti nuk më vizitove, do thotë qëllimi është që nëse e kishe vizituar të smurin, aty do ta kishe gjetur mëshirën, ndihmën dhe përkrahjen e Allahut subhanahu wa taala, shpërblimet e shumta të Allahut, dhe ky është kuptimi i kësaj fjale. Gjithashtu ka thënë Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 7 gjëra dhe na i ka ndaluar 7. Dhe ato që na ka urdhëruar, ka thënë iyadatul marid, do të thonë vizita e smurit, ndjekje ose përcjellja e xhenazës, tashmitul atis, kjo do të thonë që ti thot atij që të shtin ti thot yarhamukallah, ijabatud da'i, do thot përgjigjja ndaj ftesës, raddus salam, kthimi i selamit, nasrul madhlum, edhe ndihma e atij që ndaj atij që i bëhet padrejtësi. Do të thonë përkrahja ose ti dalësh në krah atij që është i shtypur dhe i dobët, dhe ibrarul qasam, edhe përmbushja e betimit. Për nëse dikush të përbeton në emrin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thot pra muslimani nuk është mendje madh dhe nuk e refuzon ta vizitoj edhe atë që është i smur edhe në gjendje jo të mirë, dhe ulet pranë tij, i thot fjalë të mira, bën dua për ta, i bën diçka prej rukjeve që janë përmendur në hadithe. Pra atëherë fiton shpërblime të shumta. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men aada maridan lam yazal fi khurfatil janna. Do thot, kush e viziton smurin, ai vazhdimisht është në këtë fjalë khurfe, për të cilën kanë pyetur sahabët çka do thot, është preardhjen e ka prej fjalës kharif, që do të thonë vjesht. Është në vjeshtën e xhenetit. Dhe kanë thënë çka është ajo, o i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, ka thënë xhenaha, do të thonë vjelja e xhenetit. Pra, njeriu i cili është në vizitë të smurit, ai është duke vjelur nga frytet e xhenetit. Do të thonë vazhdimisht është në të mirat dhe shtimi i shpërblimeve për ta, edhe marrja e këtyre dhuntive nga xheneti. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, secili musliman që viziton të smurin musliman në mëngjes, për të luten 70.000 melaike deri në mbrëmje. Dhe kush e viziton të smurin në mbrëmje, për të luten 70.000 melaike deri në mëngjes. Edhe ai është në demek në vjesht, në sezonin e vjeljes të xhenetit. Vazhdimisht është duke vjel në xhenet. Dhe i ulet njeriu është prej etikës vizitës smurit, do të thonë që njeriu të afrohet tek i smuri, edhe është gjithashtu preferohet që ta prek, do të thënë ja prek dorën ose ballin, edhe e ndjen nxehtësinë e tij për shembull, ose dhimbjen e tij, edhe bën dua, edhe bën disa prej rukjeve që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i vizitonte të smurët, e vinte dorën e tij të djathtë në kokë për shembull, ose ku ka pas smundjen, dhe ka thënë Allahumma rabban nas adhhibil ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifauk, shifaan la yughadiru saqama. O Allah, o Zoti i njerëzve, largoje të keqen dhe shëroje se ti je shëruesi, nuk ka shërim përveç se shërimi yt. Dërgoj një shërim që nuk do të lërë asnjë smundje. Po ashtu kur e ka vizituar Sa'd ibn Abi Waqqasin radhiyallahu anhu, ka thënë Allahumma shfi Sa'dan, o Allah, shëroje Sa'din. Pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do thot Uthman ibn Abi al-As radhiyallahu anhu ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë kam një dhimbje në trup që kur kam hyrë në Islam. Do të thënë duhet ta kuptojmë se shejtani është në paqe dhe në lumturi me njeriu përderisa është në kufër ose në devijim. Dhe kur udhëzohet në Islam ose hyn në zbatimin e Islamit dhe e ndjek sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë është shqetëson edhe i paraqet, do të thonë smundja dhe dhimbta,
I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Da' yadaka ala alladhi ta'allama min jasadik", do të thonë vëre dorën aty ku dhem prej trupit dhe thuaj bismillah 3 herë. Pastaj thuaj 7 herë a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. Do të thonë kërkoj mbrojtje tek Allahu dhe te fuqia e tij nga e keqja e kësaj që e ndjej dhe që dua t'i ruhem. Po ashtu ka thonë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu kur ka qenë i smur, e ka vizituar kush? Xhibrili alayhi salatu wassalam. Edhe i ka bërë rukje. I ka thonë Xhibrili alayhi salam, bismillahi arqik. Do të thonë me emrin e Allahut të ysht, do të thonë të bëj rukje. Min kulli shay'in yu'dhik, do të thonë nga çdo gjë që të pengon ose që të shqetëson. Min sharri kulli nafsin aw 'ayni hasidin, do të thonë nga e keqja e secilit shpirt ose sy të ziliqarit. Allahu yashfik, Allahu të shëroft, bismillahi arqik, do të thonë me emrin e Allahut të bëj rukje. Pra këto fjalë ja thot njeriu atij të smurit kur e viziton, nëse di diçka me siguri, do thot i tregon ndonjë ilaç ose ja sjell ndonjë ilaç ose ndonjë ushqim që ndihmon për atë smundje. Pra me siguri, mos bëhen secili ekspert dhe doktor, mirë po, diçka që është me të vërtetë e dobishme dhe e mirë, ose që e lehtëson të paktën, qoftë edhe ushqim, ose diçka që dëshiron ai i smuri nëse i çon, atëherë, do të thonë kjo është prej etikës së bukur dhe të lartë të fesë sonë të madhërishme islamit. Gjithashtu prej etikës islame është ittiba'ul janaiz, do të thonë përcjellja e xhenazës për t'ia fal namazin dhe për ta varrosur. Edhe kjo ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men shahida al-janazata hatta yusalla alayhi falahu qirat. Do të thonë kush prezanton në xhenaze derisa t'i falet namazi i xhenazës, ai ka një qirat. Wa men shahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Dhe kush prezanton xhenazë derisa të varroset, ka 2 qirat. Kan thonë, çka është ai qirat? Ka thonë mithl al-jabalayn al-azimayn. Do të thonë si 2 male të mëdha. Do të thonë ka shpërblime, ose në tjetër transmetim si mali i Uhudit. Do të thonë sa është i madh mali i Uhudit, fiton shpërblime nëse prezanton xhenazë dhe ja fal namazin e xhenazës. Nëse e përcjell deri në varr edhe qëndron derisa të mbarojë varrimi, atëherë ka 2 male të Uhudit me shpërblime. Dhe kjo duhet të jetë me besim në Allahun, edhe besim në këto shpërblime, dhe me shpresë tek Allahu për të fituar këto shpërblime. Se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaba wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alayha. Do të thonë kush e përcjell xhenazën e muslimanit me iman, me besim dhe me shpresë në shpërblim, atëherë ka qëndron derisa t'i falet namazi, atëherë ka 1 qirat, nëse qëndron derisa të varroset, atëherë ka 2 qirat. Këto hadithe, pra i kanë transmetuar disa prej sahabëve, ka transmetuar Ebu Hurajra radhiyallahu anhu dhe ka dëgjuar Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Edhe i zhduke çuditshme, do të thënë gjithë ky shpërblim i madh, edhe ka shkuar te Aisha radhiyallahu anha, ka thonë, a e ke dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thotë kështu? Ajo ka thonë po. Atëherë ka thonë Abdullah ibn Umari, qad farratna fi qararit kathira. Do të thonë, i pas kemi humbur shumë qirata. Do të thonë shumë shpërblime pas kemi humbur. Do të thotë kjo është edukata e sahabeve që kanë ngaruar për vepra të mira. Edhe kanë ndier keqardhje, do të thonë pse i kanë hikur gjithë ato xhenaze, për shembull, kishte prezantuar kështu gjithë ato shpërblime, kanë ndier keqardhje dhe pikëllim, pra. Gjithë kjo nxitje, do të thonë për të marrë pjesë në xhenaze, ka dobi të shumta. Do të thonë pjesëmarrja në varrim ose në namazin e xhenazës ka dobi të shumta, edhe është për kujtim për njeriu vazhdimisht që t'i friksohet Allahu subhanahu wa taala dhe ta kujtoj momentin e përfundimit dhe kthimin tek Allahu, por është edhe përkrahje për
të afërmit e të vdekurit. Do të thonë që shtohet numri i njerëzve që e bartin xhenazën, për shembull, shtohet numri i njerëzve që ndihmojnë në varrim, edhe shtohet numri i atyre që bëjnë dua për të vdekurin, bëjnë dua për gjallët që të kenë durime, të kenë qëndrueshmëri. Kështu me radhë, do të thonë, përfitime të shumta. Përfitime të shumta, do thotë edhe për njeriu që shkon, edhe për ata familjarët që të cilëve u ka vdekur dikush. Pastaj ka thonë wal adabu shar'iyya 'inda dukhuli al-masjid aw al-manzil wal khuruj minhuma, do të thonë gjithashtu etikat shariatike për hyrjen në xhami, për dalje prej xhamisë, për hyrjen në shtëpi, për dalje prej shtëpisë. Shkuarja në xhami ka etika. Ka, do të thonë, etikë dhe norma të sjelljes që duhet njeriu t'i përmbajë, që të përfitojë më shumë nga shkuarja në xhami. Dhe kjo etikë ose këto norma fillojnë nga dalja prej shtëpisë. Pra pasi del njeriu prej shtëpisë dhe përmendëm që kur del nga shtëpia thot bismillah, tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Pra përmendëm për hyrjen në, por edhe për daljen nga shtëpia, përmend Allahun me këto lutje, do të flasim për ta. Dhe pastaj kur niset për xhami thot Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nura. Do të thonë Allah më bëj në zemër dritë, në gjuhën time dritë, në dëgjimin tim dritë, më bëj në shikimin tim dritë, më bëj prapa dritë, përpara dritë, më bëj prej përmbi dritë dhe prej poshtë dritë, o Allah, më jep dritë. Do të thonë këto lutje i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili është i ndriçuar me dritën e plot për njerëzit, do të thonë me dritën që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, udhëzimin dhe shpalljen, dhe vazhdimisht është lutur, si kanë thënë disa prej dietarëve, do të thonë për dritën nuk duhet të thot njeriu asnjëherë që mjafton. Pra dritën e udhëzimit dhe diturisë dhe veprave të mira, nuk duhet njeriu të ngopet. Thot mjafton deri këtu, por vazhdimisht i lutet Allahut për më shumë dritë. Do të thonë që të jetë zemra e ndriçuar, fjalët të jenë të ndriçuara, syri, dëgjimi, shikimi, do të thonë, dhe të jetë njeriu nga të gjitha anët i kapluar me dritën e udhëzimit dhe dritën e diturisë dhe dritën e veprave të mira, dritën e bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë këtë e bën duke shkuar në xhami. Kur hyn në xhami, është prej etikës që të hyj me këmbën e djathtë, edhe gjithashtu dal me këmbën e majtë prej xhamisë. Dhe kur hyn thot bismillah was salatu was salamu ala rasulillah. Këtë thot edhe kur hyn edhe kur del. Por kur hyn, shton Allahumma ftah li abwab rahmetik. Do të thonë Allah, hap mi dyert e mëshirës sate. Dhe kur del, thot Allahumma inni as'aluka min fadlik, o Allah unë kërkoj prej dhuntive tua, do të thonë që të vazhdojnë dhuntit e Allahut edhe pasi del prej xhamie. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim. Do të thonë Allah më mbro prej shejtanit të mallkuar. Thot pasi ke dal prej xhamie. Gjithashtu edhe kur hyn në xhami kërkohet mbrojtje, sepse shejtani, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i qëndron njeriu në secilën rrugë, do të thonë në prit, edhe e sulmon çdo herë. Nëse është duke shkuar në xhami, patjetër se mundohet ta largojë nga përfitimet prej xhamisë. Nëse s'mundet, atëherë kur del prej xhamisë, mundohet ta sulmojë që ta largojë prej atyre përfitimeve që i ka përfituar në xhami. Do të thonë ta çojë në një vend të keq, ose ta çojnë vepra të këqija, ose ta largoj prej përkujtimeve dhe mirësive që i ka fituar në xhami. Prandaj njeriu edhe kur hyn në xhami edhe kur del, thot a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa bi sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim. Do të thonë kërkoj mbrojtje te Allahu i madhrishëm dhe me fytyrën e tij të fisnike dhe të ndershme, dhe me fuqinë ose pushtetin e tij të përhershëm. Kërkojmë mbrojtje nga shejtani i mallkuar. Pastaj thot bismillah was salatu was salamu ala rasulillah, do të thonë me emrin e Allahut, dhe salavatet dhe selamet i dërgojmë për të dërguarin e Allahut, dhe thot Allahumma ftah li abwab rahmetik. Do të thonë Allah, hap mi dyert e mëshirës tënde. Edhe atëherë gjatë rrugës
pasi e ka filluar me atë dua me kërkim të dritës, edhe gjatë rrugës duhet hec me qetësi, me ulje të shikimit, me modesti, edhe duke përmendur Allahun subhanahu wa taala, edhe hyn xhami me këto dhikra. Atëherë kur hyn xhami, gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos ulet pa falur 2 rekate. Do të thënë mos hyn xhami vetëm hyrje të thjesht, po në momentin e parë që hyn xhami, fillon me atë për të cilën shkohet në xhami, që është lutja dhe namazi. Pastaj qëndron aty sipas asaj për cilën ka shkuar, nëse është xhuma, ose është namaz tjetër, ose ka mësim e kështu me radhë, do të thonë, përfiton prej këtyre të mirave të shumta. Pastaj prej etikave tjera që i ka përmendur, a dini sa ka shku? Mirë. Shkurtimisht prej etikave tjera ka thonë wa inda as-safar, do të thënë edhe udhëtimi ka etika në Islam. Dhe ato janë që njeriu çdo herë kur hip në mjetin e udhëtimit, çdo herë, pa marrë parasysh se është për udhëtim, qoftë i largët ose i shkurt, ose është për transferim në vende të afërta, ka thënë Allahu i lartësuar, litastawu ala dhuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idha stawaytum alayhi. Do të thënë kur i ka përmendur kafshët si mjet e udhëtimi, ka thënë që ju të drejtoheni mbi shpinat e tyre ose kurrizat e tyre, pastaj t'i kujtoni dhuntitë e Allahut, dhuntitë e Zotit tuaj, pasi të jeni drejtuar dhe të jeni ulur, do të thënë keni qëndruar mbi to, wa taqulu, dhe të thoni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Do të thënë i lartësuar është ai që na i nënshtroi këto dhe ne nuk do të kishim pasur fuqi. Do të thënë edhe kafshët që na ka nënshtruar Allahu subhanahu wa taala, por edhe mjetet tjera të udhëtimit, nuk do të kish pasur fuqi njeriu nëse nuk kish qenë ndihma e Allahut subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Edhe thot njeriu dhe ne te Zoti ynë do të kthehemi. Do të thënë përfundimi është Allahu subhanahu wa taala. Edhe mos i rritet mendja njeriu kur të hipen mjetet e fuqishme dhe të bukura dhe të shtrenjta të udhëtimit, se nuk ka mbi të, do thot. Prandaj e thot këtë dhe dua tjera që janë përmendur. Shpresojmë që të ktheheni te mësimet tjera ku kemi folur për lutjet dhe duat, sidomos te libri Shiu i bollshëm. Përmenden aty këto lutje. Gjithashtu gjatë udhëtimit, njeriu kur niset për udhëtim, ai që e përcjell nga vendi, do të thonë, duhet t'i thot udhëtarit astaudi'uka Allah dinakum wa amanatakum wa khawatima amalikum, ose wa khawatima a'malikum. Do të thonë e la në dorë të Allahut, ose e la në mbrojtjen e Allahut fen tuaj, amanetin tuaj dhe përfundimin e veprave tuaja. Do të thënë Allahu ju ruajt në fe, në besim, amanet, dhe ju aboft përfundimin e veprave të mirë, kurse ai që largohet, i thot atij që mbetet në vend, astaudi'uka Allah alladhi la yadi'u wa la tadi'u wada'i'u. Do të thënë të lë në dorë të Allahut që nuk humb ajo që lihet në dorën e tij. Do të thënë ajo që lihet në mbrojtjen e Allahut nuk humb asnjëherë. Dhe gjatë udhëtimit njeriu duhet të lutet më shumë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 3 dua nuk kthehen. Një prej tyre është lutja e atij të cilit i bëhet padrejtësi, do të thënë kur të lutet, lutja e udhëtarit dhe lutja e prindit për fëmijën e vet. Dhe kur ndalet në ndonjë vend, gjatë udhëtimit do të ndalet në vende për pushim të shkurt ose pushim të gjatë. Në momentin që ndalet duhet ta thotë këtë lutje, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Do thotë kërkoj mbrojtje te fjalët e përsosurat Allahut nga e keqja e çdo krijese. Edhe atëherë nuk i bën dëm asgjë në atë vend derisa të largohet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, udhëtimi është një pjesë e dënimit. Do të thonë secili udhëtim ka vështirësi dhe lodhje dhe dënim. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa sharabahu wa nawmahu, edhe të pengon udhëtimi prej ushqimit, pijes dhe gjumit.
Ka thënë fa idha qada nahmatahu, pra kur njeriu e përfundon atë qëllimin e udhëtimit, atëherë fel yu'ajjil ila ahlihi, do thotë le të nxitojë të kthehet te familja e tij. Dhe kur kthehet, gjithashtu prej etikës islame është që mos shkojë në shtëpi natën. Do thënë mos hyj në shtëpinë e tij natën, sepse nata ka, do thotë, gjëra që duhet të mbulohen, por duhet të shkojë gjatë ditës, para dite ose pas dite, do të thënë duhet ta planifikojë që kthimi në shtëpi të jetë gjatë ditës edhe mos i shqetësoj antarët e familjes natën, edhe gjithashtu mos i shoh në një gjendje që nuk ka qef, do të thënë nuk ka qef njeriu të shihet, dhe gjumi ose ato vështirësitë e natës e bëjnë njeriu, do të thënë pamje të pahishme. Dhe po ashtu nuk duhet ta synoj këtë, si thuhet, spionimin e familjes, do të thënë nuk lejohet që njeriu të ketë dyshime për familjen e vet, edhe të mundohet të spionoj natën, të kthehet befas që t'i zërë ndonjë gjendje që mendon ai se mund të jenë, do thotë, këto nuk lejohen. Po ashtu kur kthehet nga udhëtimi, duhet thot aibuna taibuna abidun li rabbina hamidun, do thot kthehemi të penduar, adhurues për Zotin ton dhe gjithashtu falënderues dhe lavdërues për ndaj Allahut. Prej etikës islame është etika dhe sjellja ndaj prindërve, që është prej punëve më të rëndësishme në islam. Edhe elhamdulillah që Allahu na ka nderuar me këtë fe, edhe tash sidomos në këtë kohë shihet veçoria dhe dallimi i muslimanëve në lidhje me prindrit, se që përmendin në një prej shteteve të muslimanëve në lidhje me këtë rangimin apo ranglistat e drejtave të njerëzit, shtetet garojnë që të qëndrojnë në nivel më të lartë te Kombet e Bashkuara e kështu me radhë. Dhe një prej shteteve islame i kanë këshilluar që ju duhet të keni shtëpi të pleqve, që kota, do të thonë, të bëhet më e lartë, sepse në shtetin tuaj s'ka shtëpi për pleq, edhe ato kanë poena, do të thonë edhe bie rangu më poshtë. Ai ka thënë ne nuk kemi nevojë se askush nuk i çon pleq, do të thonë shtëpi për pleq, azil, do të thonë si i thonë. Ai ka thënë kjo, do thotë që ta fitoni nivelin më të lartë, do të thonë duhet, edhe kanë ndërtuar. Kanë ndërtu, do të thënë, në shumë vende, në shtetin e tyre, mirë po të gjitha ato kanë mbetur zbrazët. Do të thënë nuk ka pas asnjëherë dikush prej muslimanëve që i ka çu prindë vet në azil për pleq. Edhe kjo është nga edukata islame. Patjetër se shumë çështje u kanë humbur muslimanëve dhe duhet t'i kthehen islamit në tërësi, mirë po ka disa çështje që kanë mbetur, që janë veçori, edhe nuk i ka askush përveç muslimanëve. Pasi prindrit janë prej njerëzve që njeriu i ka më shumë ti borxh. Do të thënë nuk ka ndonjë njeri tjetër të cilit i ke borxh më shumë. Pasi prindi është shkak që ti ekziston. Do të thënë shkaku për ekzistimin është prindi. Edhe prindi do thotë sakrifikon shumë nana, dhimbta. Nana, do të thënë e vën shërbim të fëmisë gjithë trupin e saj, gjithë qenjen e saj, po edhe babai gjithashtu e vendos në shërbim të fëmisë edhe rahatinë e vet, edhe e fut veten në rrezik, edhe e fut veten ndoshta edhe në poshtrim, se si thon fëmia të çon edhe te dyert e armikut. Do të thonë bën shumë sakrifica për mirëqenien e fëmisë. Edhe është e çuditshme njerëz që kanë fëmijë edhe shohin edhe gëzimin edhe mirësinë e të qenit prind, dhe shohin vështirësinë dhe dhimbten edhe hidhtinën e të qenit prind, edhe harrojnë, do të thënë ta dinë këtë të mirë për prindët e tyre. Se secili prind patjetër e ka kaluar atë të njëjtën, edhe madje ndoshta prindët tanë kanë vuajtur më shumë se sa ne në këtë kohë. Edhe kanë pasur më shumë vështirësi dhe mundë dhe përpjekje dhe sakrificë. Për këtë shkak, njeriu duhet ta di vlerën e prindit, edhe të jetë me dëshirë, sjellja e mirë ndaj prindit të jetë me dëshirë dhe me vullnet natyral. Do të thënë pa ngarkim, sepse me të vërtetë duhet ta ketë parasysh se
si ka qenë rëndësia e prindit për ta, se do thotë prindi është shkak që ky njeri ekziston. Edhe shkaku i parë, do të thonë për të dalë në këtë dunja, por edhe pasi ka dalë, se sikur ta lër prindi, ta braktis prindi foshnjën, do të thonë shkatrohet, nuk ka mundësi të jetojë përveç se me ndihmën e prindërve. Prandaj duhet ta ketë parasysh këtë dhe atëherë ai të jetë shkak për përmirësimin e jetës së prindve, se derisa të jenë gjallë, por edhe pas vdekjes së tyre, do të thonë haku ndaj prindit nuk mbaron në Islam. Edhe kur janë gjallë, edhe pas vdekjes njeriu duhet lutet për prindrit, edhe duke e kujtuar këtë shkak. Duhet thotë Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Do të thonë o Zoti im, fali ata dhe mëshiroj ata siç janë kujdesur ata për mua kur kam qenë i vogël. Do të thonë kur kam qenë foshnjë, pra mëshira e prindit është mëshira e pakrahasueshme prej mëshirave të krijesave. Siç kanë mëshiruar prindrit kur ke qenë i vogël, edhe i nevojtar, do të thonë, edhe krejtësisht i varur prej tyre, atëherë lutju Allahut që ashtu ti mëshiroj ata. Ka thënë Allahu: "Wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana." Do të thonë, adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim, dhe me prindrit silluni mirë. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Do të thotë gjithashtu silluni mirë me të afërmit, do të thonë familjarët, me jetimët, me të varfërit, me fëqinjët e afërt edhe fëqinjët e largët, dhe shokun që e ke afër, dhe me udhtarin, dhe gjithashtu me ata që i keni në pronë, do të thonë sklevrit, silluni mirë me ta. Këtu Allahu subhanahu wa taala e ka ngjitur më një herë hakun e prindërve pas hakut të tij. Do të thonë, si është edhe në ajete të tjera, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, pra Zoti juaj ka urdhëruar prej razi që mos e adhuroni askënd përveç tij, wa bil walidayni ihsana, dhe me prindrit silleni mirë. Edhe në këtë ajet adhuroni Allahun, mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim, dhe me prindrit silluni mirë. Dhe pastaj ka përmendur edhe të tjerë me të cilët e kemi obligim të sillemi mirë, që janë në 3 grupe. Grupi i parë, që janë njerëz me të cilët ka të një lidhje njeriu, do të thënë lidhje familjare, duke filluar nga prindrit, pastaj ka thënë dhil qurba, do të thënë të gjithë të afërmit, pra vëllezrit, motrat, edhe të tjerë, pastaj xhaxhallarët, hallat, tezet, dajt e kështu me radhë, do të thënë duhet të mbahet lidhje e mirë me ta, dhe sjellje e mirë. Pastaj grupi i dytë, i atyre me të cilët e kemi obligim të sillemi mirë, janë ata që kanë dobësi dhe kanë nevojë për bamirësi. Edhe ata janë ose ata të cilët kanë dobësi fizike, siç janë jetimat, do të thënë jetimi është i dobët në veten e tij, dhe dobësi financiare, që janë të varfrit dhe miskinat ose fukarat, që janë përmendur në shumë ajete. Do thot njëherë ata me të cilët kemi lidhje, duke filluar nga prindrit, pastaj ata që kanë dobësi fizike ose dobësi financiare, dhe ata që janë të afërt. Do të thënë ka hak të afërsisë. Do të thënë afër fëqinjët me shtëpi, ose fëqinji që është i afërt, do të thënë me shtëpi afër, ose që është i afërt edhe me gjak edhe me fëqinësi e kështu me radhë, fëqinji që është më larg, edhe të tjerët me të cilët, do të thënë shoku i punës, ose shoku i udhëtimit, ose shoku i mësimit, do të thënë ai që është afër, edhe udhëtarët që kanë dobësi, do të thënë në veten e tyre, edhe robrit, edhe sklevrit që janë të dobët. Do të thënë me gjithë këta, Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që të kemi sjellje të mirë dhe bamirësi ndaj tyre. Tham duhet ta kujtoj vlerën e prindërve të tyre, ka thënë Allahu: "Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin." Do të thënë nana e tij e ka bartur me dobësi mbi dobësi. Wa fisaluhu fi amain, edhe ka ushqyer me xhirin e saj 2 vjet, edhe thot anishkur li
wa liwalidayk. Pra më falendero mua dhe prindrit e tu. Pra këtu Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur hakun e prindërve pran hakut të tij. Edhe ka thënë wakhfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma, edhe bëhu modest, edhe i përulshëm ndaj tyre nga mëshira për ta. Kanë pyetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam cila është vepra më e mirë, ka thënë as-salatu ala waqtiha, do të thënë namazi në kohën e vet. Ka thënë pastaj cila? Ka thënë birrul walidain, do të thënë bamirësia ndaj prindërve. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i postruar qoftë një njeri që tek ai e kanë arritur pleqërinë të dy prindët e tij ose njëri prej tyre dhe nuk e kanë futur në xhenet. Do të thonë që nuk i ka bërë veprat që me sjelljen me mirësinë ndaj prindërve, nuk janë bërë shkak ata prind që ai të hyjnë në xhenet, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prindi është dera e mesme e xhenetit. Ka thënë do thotë në një transmetim është nona, dera e mesme e xhenetit, në një prindrit. Do të thonë janë dera e mesme nga në mes të xhenetit, do të thonë që të hyjë njeriu e ka këtë derë të madhe, edhe nëse nuk e shfrytëzon, do thotë, mirë për ta dhe i postruar është ai. Po ashtu edhe me të afërmit e tjerë, dhe përmendëm në fillim të çështja e moralit, se morali i njeriut nuk është për shpagim. Morali i muslimanit, do të thonë nuk e ka sjelljen e mirë dhe moralin e mirë për t'ju kthyer, por e ka për ta kënaqur Allahun subhanahu wa taala. Prandaj edhe nëse antarët e familjes nuk sillen mirë, thotë kjo nuk duhet të jetë shkak që njeriu ta ndërpres sjelljen e mirë ndaj tyre. Se ka ardhur një njeri, i ka thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të afërmit e tij, ka thënë unë i mbaj lidhjet me ata shkputin me mua. Unë i bëj mirë, ata më bëjnë keq. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse është kështu si thua, atëherë gjendja është sikur t'ju hedhësh, do të thonë t'ju hedhësh hi të nxehtë ose t'ju hedhësh prush në fytyrë. Do të thonë se ti vazhdimisht i bën mirë, kjo dhe ata e kthejnë me të keq, do të thonë kjo është në dëmin e tyre. Edhe ka thënë wala yazalu ma'aka min Allahi dhahirun alehim ma dumta ala dhalik. Do të thonë dhe vazhdimisht do të kesh ndihmës nga Allahu nëse je në këtë gjendje. Do të thonë vazhdon ti bësh mirë edhe pse ata nuk ta kthejnë, atëherë ke ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Pashtu një njeri ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë unë dua të bëj hijret dhe xhihad me ty. Do të thonë dua të luftoj, pra luftë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, xhihad bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për ta kërkuar duke shpresuar shpërblimin e Allahut. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a i ke gjallë prindrit, a i ke, do të thonë, gjallë prindrit ose njarin, ka thënë i kam të dy. Ka thënë shko kërkoje shpërblimin e Allahut tek ata. Ose ka thënë farji ila walidayka fa ahsin suhbatahuma, do të thënë ktheu te prindët e tu dhe bëj sjellje të mirë ndaj tyre. Dhe në tjetër transmetim ka thënë fa fihima fajahid, do të thënë bën xhihad te ata. Do thotë kjo është një prej formave më të bukura të xhihadit, që njeriu ta luftoj veten edhe ta nënshtroj veten para Allahut, që të jetë bamirës dhe me sjellje të mirë ndaj prindërve të tij, madje edhe nëse ata prind janë mushrik. Do të thonë nëse janë që i adhurojnë idhujt. Ka thënë Allahu wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Do të thonë nëse ata të luftojnë që ti të bësh shirk dhe të më shoqërosh dikën për cilën nuk ke dituri, mos ju bind atyre. Do të thonë nuk duhet njeriu që ta bëj shirkun asnjëherë në asnjë rrethon, mirë po thotë wasahibhuma fi dunya ma'rufa, por në dunja sillu mirë me ta. Edhe të gjithë të afërmit, pastaj ka thonë wal jiran, edhe fëqinjët, gjithashtu Allahu na ka urdhëruar që të sillemi mirë me fëqinjët, wal jari dhil qurba, do të thonë fëqinji që është i afërm, që njeriu mos i bëj keq, mos i bëj dëm, mos i bëj asnjë lloj pengese fëqinjit. Dhe nëse ka mundësi, gjithashtu, sa të ketë mundësi, t'i bëj edhe mirë. Do të thonë me ndihmë, me dhurata, me përkrahje,
dhe t'i gjendet kur ka nevojë, ose nëse ka ndonjë sprov ose dëmtim, do të thënë tjeti i pari, fqinji duhet tjeti i pari që del aty në ndihmë. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vazhdimisht më ka porositur Xhibrili alayhi salam për fqinjin, saqë mendova se do ta bëj një prej trashëgimtarëve. Dhe gjithashtu mos jetë pengesë për diçka, nëse kërkon diçka fqinji, që ty nuk të bën dëm. Më thënë, nëse kërkon një enë ose një mjet punës ose diçka tillë, por edhe nëse kërkon që ta shfrytëzoj murin tënd. Më thënë, kur janë muret ngjitur, edhe ka mundësi që do të ndërtoj diçka, edhe ti vendos trarët për shembull te muri yt, nuk lejohet që ta pengosh, përveç nëse është dëm i dukshëm, do të thënë dëm i sigurt që mund ta dëmtoj murin, atëherë mund të gjej njeriu arsyetim dhe, më thënë, kompromis, të gjej një zgjidhje tjetër. Por nëse nuk ka dëm, nuk lejohet që ta pengoj fqinjin, ta shfrytëzoj murin. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yamna ahadukum jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi. Do të thënë, mos i pengoj askush fqinjit të tij që të ngul një dru ose një tra, do të thënë, në murin e tij. Dhe kështu na ka urdhëruar Allahu për sjellje të mirë me të mëdhenj, të vegjëlit, me urim për atë që lind. Do të thënë, respekt për të mëdhenjt edhe mëshirë për të vegjëlit, dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk është prej nesh ai që nuk e mëshiron të voglin dhe nuk ja di vlerën të madhit prej nesh. Dhe gjithashtu ka thënë, është prej madhrimit të Allahut respektimi i thinjave ose njeriu të thinjur. Do të thënë, respektimi i plakut është pjesë e madhrimit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe që ti bekohet njeriu që martohet, ti lutet, do të thënë, për bekim, thotë si është në hadith, barakallahu fikuma wa baraka alejkuma wa jama'a, ose barakallahu laka wa baraka alejka wa jama'a bainakuma fi khair. Do të thënë, Allahu të dhënë bekim ty dhe e bekoft martesën tënde dhe ju bashkoft në mirësi, ju bashkoft në khair. Dhe gjithashtu prej etikës islame është ngushëllimi, kur njeriu t'i ndodh një keqe ose i ndodh një vdekje, pra njeriu duhet të ngushëlloj njeriu, muslimanin, pra t'i thot, inna lillahi ma akhadh, wa lahu ma a'ta, wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, faltasbir wal tahtasib. Do thot, e Allahut është ajo që ka marrë, dhe Allahut është ajo që e jep, dhe çdo gjë tek ai është me afat të caktuar. Pra bën durim dhe shpresoj shpërblimin e Allahut. Do thotë që t'ja kujtoj muslimanit se këto që t'i ka dhënë Allahu, edhe ato që i ka marrë, gjitha janë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe njeriu nuk duhet të brengoset ose të mërzitet ose të zemrohet kur vjen dikush që ta kalon një amanet, ka shku në udhtim dikush dhe ta kalon makinën që t'ja ruash, kur kthehet nga udhtimi e merr. A piklohet ose a zemrohet pse e mori, sa ishte e atij. Pra në këtë mënyrë duhet ta kuptojë njeriu se çdo gjë që Allahu të ka dhënë dhe çdo gjë që merr, të gjitha janë të Allahu subhanahu wa taala. Janë të Allahut. Edhe prandaj kjo është urdhër për durim dhe shpresë në shpërblim. Si kanë thënë disa dietar, kjo lutje i përfshin bazat e fesë për kujtimin për akiden, edhe urdhrim për të mira dhe ndalim nga e keqja. Do të thënë, gjitha këto janë në këtë lutje. Edhe kjo është pjesë e asaj që ka thënë Allahu, wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, do të thënë, ndihmojeni njëri tjetrin për bamirësi dhe devotshmëri. Dhe ka thënë, Allahu është në ndihmën e robit të tij, aq sa është robi në ndihmën e vllajt të tij. Po ashtu ka thënë autori rahimullah edhe moralet ose etikat të tjera, etikat të sjelljes, do të thënë të tjera të islamit, siç janë të veshja, heqja, edhe harruam ta përmendim edhe çështjen e lindjes, kur i lind dikujt një fëmijë,
është që njeriu ta të lutet që ta bëj të bereqetshëm atë, ti thot Allahu ta bëft të bereqetshëm ose të bekuar ty dhe umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ja'alahu Allahu mubarakan alayka wa ala ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka një njeri në prezencën të Hasan al-Basriut ka treguar se ka lind djalë, edhe një tjetër i ka thonë urime për kalorësin. Do më thënë kalorës është niveli më i lartë i ushtarëve, dhe i ka thonë se do më thënë urime për këtë kalorës, ose të bëft kalorës, ose me këtë kuptim. Hasan al-Basri i ka thonë, ku e diti se do t'jetë kalorës? Do shta do t'jetë zdrukthar, ose do t'jetë robaqepës, ose do t'jetë, do më thënë, diçka tjetër. Thuaj, Allahu e bëft të bekuar për ty dhe për umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Do më thënë, shiko, kjo është dua që është më e dobishme. Sepse edhe nëse bëhen gjithë muslimanët vetëm kalorës, nuk ka dobi, do të thënë, ka të lloj-llojshëm, por me rëndësi është që të jetë i bereqetshëm, edhe të jetë mirësi, edhe për prindrit, edhe për gjithë umetin. Dhe thamë më në fund, thot, edhe etikat të tjera të islamit, gjatë veshjes, heqjes robave, veshjes këpucëve kështu me radhë, kur njeriu merr një robë të re, që e vesh për herë të parë, është prej sunetit thot, Allahumma lakal hamdu anta kasautani, do të thënë Allah, ty të takon lavdia, ti ma veshe këta. As'aluka min khayrihi wa khayri ma suni alah, do të thënë ti kërkoj të mirat e kësaj robe, kësaj teshe, kësaj veshje, edhe të mirat për të cilat ajo është prodhuar, është ndërtuar. Wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni alah. Edhe kërkoj mbrojtje të tij nga e keqja e saj dhe e keqja për cilën është prodhuar. Do thotë me këtë njeriu e falenderon Allahun, dhuruesin e dhuntive, dhe gjithashtu i kërkon të mirat, sepse roba shërben për punë të mira, edhe për mbulimin e auretit dhe për adhurim ndaj Allahut me të, edhe shërben për punë të këqija, për mendimadhësi, mburje, edhe nënçmim të tjerëve. Do thotë prandaj njeriu e kërkon të mirën dhe kërkon mbrojtje nga e keqja. Kur e shet dikon që ka veshur rroba të reja, është mirë t'i thuhet ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan, do të thonë vesh të reja dhe jetofsh i lavdishëm dhe vdeksh si shahid. Ose i thuhet tebla wa yukhlifu Allah, do të thënë e harxhofsh këtë robën dhe ta zaventsoft Allahu me tjetër, do të thënë vazhdimisht në mirësi. Po ashtu kur e vesh robën, e vesh një herë pjesën e djathtë, do të thënë fillon nga ana djathtë dhe kur e heq fillon me anën e majtë, edhe te këpucët, edhe te gjitha rrobat, dhe kur e vesh mund thot njeriu alhamdulillahi alladhi kasani hadha wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Do të thënë lavdi Allahut që ma veshi këtë robë dhe që ma furnizoi pa fuqinë time dhe pa lëvizjen time. Edhe kur e heq thot bismillah, duke filluar nga ana e majtë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ti mbathe këpucët dikush prej jush, le të filloj me të djathtën, dhe kur ti zhveshe ose kur ti zbathe me të majtën. Dhe nuk lejohet të hecë njeriu me një këpucë. Do të thënë nëse ndodh që njërin nuk e ka, atëherë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose ti vesh të dyjat ose ti heq të dyjat. Do të thënë nuk lejohet me një, sepse shejtani hecë me një këpucë. Kush vesh rroba për të mburur, do të thonë për të dalluar prej tjerëve dhe për të treguar më mendje madh, atëherë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja vesh atij rrobën e poshtrimit në ditën e gjykimit. Kjo do të thonë se i vjen e kundërta asaj që e ka kërkuar, do të thonë duke i bërë mëkat Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu nuk lejohet veshja rrobave që kanë, nuk lejohet për burrat veshja e mëndafshit, dhe gjithashtu nuk lejohet veshja e arit, floririt, dhe nuk lejohet veshja rrobave që janë karakteristik fetare për popujt tjerë, dhe nuk lejohet rrobat që kanë, do të thonë, që kanë shkrimet, të cilat përmbajnë
çështje të ndaluara në Islam, ose shenja, për shembull kryqe ose fytyra ose domethënë të gjallësave, nuk lejohet veshja e tyre. Edhe duhet një burri ta mbulojë auretin, edhe të jetë i mbuluar më shumë më bukur, dhe gruaja gjithashtu e ka obligim ta mbulojë gjithë trupin e saj, sepse gjithë trupi i gruas është aura. Dhe nuk lejohet për ngjasimi, domethënë burrat veshin rroba të grave ose gratë të veshin rroba të burrave, se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka mallkuar ata burra që u përngjajnë grave, edhe i ka mallkuar ato gra që u përngjajnë burrave, qoftë në veshje, qoftë në teflokët, qoftë mënyra e ecjes ose mënyra e të folurit e kështu me radhë. Dhe do thot Allah subhanahu wa taala ka thonë: Ja bani Ademe, qad anzalna alejkum libasan yuwari sawatikum wa risha, o bitë Ademit, ju kemi zbritur rroba të cilat ju mbulojnë auretin dhe janë stoli për ju, wa libasu taqwa dhalika khair, dhe veshja e takuas është më e mira, dhalika min ayati llahi la'allahum yadhakkarun, këto janë prej argumenteve të Allahut që ata të përkujtohen. Njeriu duhet ta mbulojë auretin dhe nuk lejohet ta zbulojë auretin para askujt prej burrave ose prej grave, edhe gruaja gjithashtu nuk lejohet ta zbulojë trupin e saj para burrave, edhe gjithashtu para grave, do të thonë ato pjesë që nuk zbulohen. Dhe gjithashtu nuk lejohet të shikojnë auretin e askujt. Ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: La yanzuri ar-rajulu ila aurati ar-rajul. Do të thonë mos e shikoj burri auretin e ndonjë burri, wala al-mar'atu ila aurati al-mar'a, as gruaja auretin e ndonjë gruaje, wala yufdi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid. Dhe mos flejnë, do të thonë dy burra bashkë me një mbulesë. Edhe gjithashtu mos flejnë dy gra me një mbulesë. Do të thonë ta kenë, nëse duhet flejnë afër, do thotë që secilit ketë veç çarçafin ose jorganin me të cilin mbulohet, do të thonë që mos jenë në të njëjtin vend. Gjithashtu prej rregullave të veshjes është që burri mos i ketë rrobat poshtë nyjes së këmbës, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: çdo rrobë që është nën nyjen e këmbës është, do të thonë ai njeriu është në xhehenem. Dhe nuk lejohet mendjemadhësia, edhe kjo zgjatja e rrobave është pjesë e mendjemadhësisë. Në përgjithësi, ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam: Kulu wa tasaddaqu walbisu fi ghayri israfin wala makhila. Do të thonë hani, jepni sadaka dhe vishuni pa e tepruar dhe pa mendjemadhësi. Pra, në përgjithësi muslimani duhet të stoliset me këto morale dhe këto etika dhe vazhdimisht t'i kërkojë Allahut subhanahu wa taala, si është në lutjen e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Ti kërkoj, do të thonë, moral të lartë, është në lutjen e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam: Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, o Allah më udhëzon në moralet më të bukura, la yahdi li ahsaniha illa ant, se nuk udhëzon në ato askush përpos teje. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa ant, dhe largomi moralet e këqija, se nuk mi largon ato askush pos teje. Dhe gjithashtu në lutjet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam është: Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Do të thonë Allah, kërkoj mbrojtje të tij nga të këqijat e moraleve, veprave dhe epsheve. Këto është shkurtimisht, dhe vazhdimisht njeriu duhet të mësoj etikat dhe moralet islame në secilën çështje. Elusim Allahut na japë sukses për atë që është më e mira. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.